Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqej ishte i ftuar sot paradite në studion e një report për të komentuar situatën në ambientet spitalore dhe fotot e publikuara nga Edi Rama ku duken mjediset e degraduara të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Sipas ministrit, situata e mjerueshme e ambienteve të cilat shpesh bëhen burim infeksionesh ka lidhje direkt me shëndetin e pacientit. Një pajisje e shtrenjtë, një sallë operacioni me sterilitet të lartë, rrezikohet në përmbushjen e misionit të saj nga mjedisi përreth që besoj se nuk ka nevojë për asnjë lloj komenti. Për më tepër pastaj, në vend që të bëhesh maksimumi për të përmirësuar atë mjedis në funksion të shëndetësisë, është gjykuar si një territor publik dhe përgjithsisht ne shqiptarët ndaj gjës publikeve sillemi në mënyrën plaçkitëse. Beqej tregoi se si sistemi aktuali i kujdesit shëndetësor penalizon të varfrit dhe favorizon të pasurit, duke treguar me shifra konkrete se sa përqindje e kontributit që paguajnë marrin pacientët. Kostot nuk pyesin nëse je i pasër apo je i varfër, madje për arsye të pranueshme të varfrit janë më shumë të rrezikuar ndaj sëmundjeve dhe përpasoj sëmundja, nevoja për të paguar me buxhetin e familjes. Kujdesi shëndetësor i zhyt në varfëri edhe më të thellë. Kush ka të ardhur më të larta, kontribon më pak. Ai që paguan kontribute ka të drejtë të përfitojë nga sistemi, po kontribon vetëm me 8% të këtyre shpenzimeve. Por ministri u shpreh se është menduar një strategji për përmirësimin e situatës, e cila është në prag të katastrofës shëndetësore e mjedisore. Shërbimet publike do t'ia ofrojmë qytetarëve shqiptar sipas nevojës. Ky është thelbi i atij ndryshimi radikal që duhet të sillim në shëndetësi. Megjithatë, kjo është në letër. Nëse është kontributiv apo nga taksimi përgjithshëm, asnjë shqiptar nuk meriton të trajtohet në ato kushte. Ministri i Shëndetësisë tregoi se si janë gjetur inovime kontratash për bare, kafe e një sër aktivitetesh të tjera nga administrata më parshme në shkelet e hapur me ligjin.